Dashnore, se ato gra nuk janë. Dashnore, e vërtet. Kemi shumë raste në Rumë e zëna i bale që janë të martuar shumë burra dhe shumë gra, për të kryer, domethënë ato epshet e tyre, domethënë tradhtojnë, kemi dëgjuar shumë gjëra. A lejohet kjo, domethënë, fen islame që nëse një grua nuk plotson, domethënë, burri, nuk e beson burri vet, a duhet ajo t'i kryej ato epshet? Shikoni, jo në fen islame, po në njerëzillëkun, në natyrshmërinë e gruas, nuk është e dobishme, që nëse burri i saj nuk e plotson, është shumë gjë normale me u nda, me shiku ku është problemi, e jo gjerisa je në një martesë që është e bekuar, me kalu me një martesë tjetër. Kjo është mëkati më i madh. Nëse shkojmë nga aspekti islam, thot një grua që e tradhton burrin e saj, ne e kemi shpi këtë fjalën tradhti, se tradhtia është vetëm e kombit, bidesës, po në Kur'an përdoret fjala zinah, që do të thotë moralitet apo kurvëri. Përdoret kjo fjalë, prandaj nuk e kam edhe turp ta them. Pra një grua që bën kurvëri, gjerisa është në dyshekun e burrit, i cili ja ka dhënë besnikërinë e ta, ajo thot do të jetë mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Mallkuar. Nëse e zën mallkimin një grua, ajo s'ka me pas shërim prej atij mallkimit gjerisa nuk kërkon falje dhe lutim Zotin me u hap dyert e mëshirës. Por kjo vlen edhe për burrin. Por ja që gratë nuk e praktikojnë, nuk e praktikojnë, por nuk e kanë në natyrën e tyre t'i kenë dy burra. Sepse një grua me i pas dy burra, vetëm brenda një viti, ju garantoj që ajo shkatrohet krejt. Krejt shkatrohet. Prandaj, nëse keni probleme epshore, ma mirë, shkoni, kemi mënyra si masves islame, agjeroni, mos keni kontakte me mashkuj shumë, mos scrollitni me portale pa lidhje, edhe keni me pa që epshet e juja kanë mundal, ose tek e fundit, ma mirë është kurorëzimi e faqja bardh, se sa kurvëria e faqja e zezë.